mesin e tyre materiale kam dhënë edhe disa dëshmi për masakrat që ka bërë ushtria dhe policia serbe gjatë luftës në Kosovë. Ato fare nuk dëshironin ti trajtonin. Asnjë pyetje, jo ti trajtonin, pas asnjë pyetje s'ma kanë bërë, unë thash aty para prokurorit dhe para trupit gjykues, sepse unë i kam sjell prokurorisë një pjesë të madhe të materialeve dëshmitarët. U çortove disa herë për to. Dëshmitarët që kanë mbijetuar në ato masakre, që kanë pas fat që të mbijetojnë dhe kanë pa me sy vdekjen. Dhe atyre asnjë mënyrë që ka bërë për shtypje kjo. Kjo dëshmon se një gjykatë selektive, një gjykatë e njanshme, vetëm për të akuzuar dhe ose për bërë përpjekje për të dënuar shqiptarët është shumë e padrejtë, nuk mund të quhet drejtësi ndërkombëtare. Më së paku mund të quhet drejtësi ndërkombëtare. Leo Betyqi, po e rikthejnë me mendje një deklaratë Drecun. Po. Milan Drecun, po. Milan, po. Se si e pranon publikisht Serbia, ai dhe gjithë hierarkia e tyre. Se si çfarë betejë të suksesshme ka arrit. Është vërtetë. Duke i vendos UÇK-n e gjithë drejtuesve saj në tribunal Hagë. Një betejë thotë të rëndësishme politike kemi arrit, çiko po e rikthejnë në vëmendje. Sepse Serbia ka qenë sponsor kryesor i kësaj gjykate. Ovo je cela struktura OVK. Mi smo, kao radna grupa koju sam formirao preko Odbora za Kosovo i Metohiju, napravili taj prelomni trenutak da bismo imali ovu optužnicu, tako što smo specijalizovano tužilaštvo snabdeli neoborivom dokumentacijom o čvrstoj hijerarhijskoj povezanosti. Ovde se sudi celoj terorističkoj OVK za zločine koji su počinjeni, onog trenutka kad sam nam uspostavio komunikaciju sa specijalizovanim tužilaštvom. A kad su to čuli, rekli su mi dajte nam to, jer se tu najbrže dokazuje veza između počinjenih zločina i oni koji su počinjeli. Vidite, ja sam odmah znao na koje će se događati. Po shihet qartë se prokuroria Vukčević, Vukčević, që ta me krenarie kanë pranuar që kanë sponsoru njëra dokumente. Dëshmitarët kanë prodhuar dëshmitarë që një periudhë të përballjes së Kosovës me ta turqisë shqiptare ta kriminalizojnë, të mos evidentoj historia si betejë për liri. Sa është rëndësishme kjo për Republikën e Kosovës, sot që të angazhohet, që kjo përpjekje tirane e të mërshme tyne, të rëzohet me fakte, ashtu objektivisht, se çfarë ka ndodhur Betyqi. Ashtu, kjo shihet qartë se prokuroria e Serbisë i ka ofruar mira dokumente prokurorisë speciale të Kosovës në Hagë dhe kjo dëshmon qartë qëllimin e regjimit, ish regjimit, por edhe regjimit aktual të Serbisë për të kriminalizuar luftën e drejtë UÇK-s. E konsideroj se institucionet e Republikës së Kosovës nuk kanë bërë sa duhet, për mos të thënë fare, në drejtim që ish themeluesve të UÇK-s, ish drejtuesve të UÇK-s dhe ish themeluesve të Shtetit Kosovës të ofrojnë një mbështetje të duhur institucionale që në asnjë mënyrë të mos dështojnë në mbrojtjen e të akuzuarve tanë, të cilët duhet të gëzojnë një përkrahje të vërtet nga institucionet e Republikës së Kosovës, Kuvendi i Kosovës. Ta quajnë drejtësun e këta ndërmarrje të përbashkët kriminale, njësoj me të njëjtën gjuhë si të organit akuzës. E kanë përkthyr, vetëm e kanë përkthyr nga Serbia. Ja kanë arrit qëllimit që... Ja kanë arrit qëllimit, po. Vetë fakti që i kanë dërguar në Hagë, ata ja kanë arrit në mënyrë qëllimit. Serbia me Rusinë. Po, Serbia me Rusinë kanë sponsorizuar shumë në Këshillin e Evropës, kanë arritur që ta gjeni një moment, po, përmes Dikmartit dhe të tjerëve, që ta sponsorizojnë rezolut e cila nuk është e drejtë. Po që prese u shpall Kosova shtet nga 2008 akti, filloi një lëvizje agresive politike Serbisë që kulmoi me raportin e Dikmartit. Po, unë e kam thënë edhe para në gjykatë për ta demantuar gjitha të rrëfime edhe historike. Se ky proces është përpjekje e Rusisë dhe Serbisë për ta minuar shtetin e Kosovës. Për ta bërë kriminalizuar shtetin e Kosovës.
sepse nëse nesër ndodhë që mund të dënohen udhëheqësit e Kosovës, që kanë shpallur pavarësinë e Kosovës, do të thotë të tjerët, atëherë është humbje e madhe për Kosovën, dhe si do të Betejë për ligjë, kauza për ligjë. Si do të kërkojmë që të mbrohet Serbia ka qëllim me kriminalizu kauzën për ligjë. Ashtu është, qëllim hapër shihet qartë. Pse mendoni që braktisë shteti i Kosovës, Republika e Kosovës? Për cilën arsye? Sepse këtu për cilën arsye mendoni që i braktisi pushtetin në Kosovë në mënyrë se tjetër gjithë nevojën jo vetëm për ndihmë financiare, sepse ligjet ishin në fuqi më erdhë, por për të kontraktu organizata që mbjerën me mbikëqyrjen e gjithë procesit, me mbrojtjen dhe drejtën e lirive dhe drejta themelore të njeriut, Unë nuk e di pse me masovizimin e çështjes në mediat botërore, siç ka bërë Kroacia. Kur e kemi parasysh. Unë se di ku janë arsyet, por vlerësoj se Kuvendi i Kosovës që gati 5 vjet po bën që janë ish drejtuesit e shtetit të Kosovës në Hagë. Asnjë mbledhje nuk e ka mbajtur, nuk e ka trajtuar çështjen se si po trajtohen të akuzuarit tanë, qytetarët tanë atje, dhe atyre si po shihet po ju shkelën të drejtat elementare njerëzore,